Unë them se fituesi zgjedhjeve, po e punon edhe gjitha, jo vetëm institucionet, po presidentin e gjitha, në këtë rast presidenti është institucion, ama fituesi zgjedhjeve direkt. Pra thua vetëvendosja. Po normal se tash populli ja ka dhënë shumicën, më thonë është fituesi i votës, por nuk ja ka dhënë gjitha, edhe vota popullit për thot, okej, shumicën e ki, po jo gjitha, si jemi shtet autoritar, punon me dikant tjetër, bashkarisht, s'ka lidhje me kanë, me cilën opozit, me cilën parti, formoj institucionet, zgjedhë presidentin, dhe më thonë fjala popullit se e ka dhënë atë verdiktin e vetë, edhe besoj faj është pikërisht e vetëvendosja, sepse pyetja është edhe përpara kemi pas zgjedhje, ka pas fitues, po asnjëherë s'kem gjetë kështu për formim të institucioneve edhe për formim të presidentit. Edhe pse me më pak përqindje, prapë se e kanë pas një lloj zgjedhje ose kanë bën zgjedhje për institucione, për president, i mirë, i keq, të mira, të këqija, janë bën ato zgjedhjet e dashura sa ka pas nevojë, domethënë për me ecë përpara. Me atë bashkëpunim është fallë, pavarësia, me atë bashkëpunim janë kryer shumë punë tjera, domethënë tash mos i fiton vetëvendosja zgjedhjet se Zisa e Rallas nuk bëhen institucionet ose s'bëhen me kohë, atëherë faji pikërisht është aty. Zotëri Viktor, falenderoj për telefonatën. Të përshëndes. Falenderoj ty, ju uroj vikend të këndshëm. Shumë faleminderit. Mirë. Qysh nga tash do marrim telefonatat shpejta? Edhe 4 opsionet që ndrojnë